ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, falë votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë e huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjova që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran etj. Dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë kështu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës